Tart cheesecake-u, një ëmbëlsirë e thjeshtë për ta përgatitur në shtëpi, është një ëmbëlsirë shumë kremoze dhe që të lë në mendje shija boronicës. Në një video tjetër unë do t'ju tregoj recetën e pasta frolës dhe në këtë rast unë kam treguar procedurën e tartës. E vendosim në pjekjen e temperaturën 180 gradë për 20-25 minuta, vazhdojmë bëjmë rrëqenjen e boronicës me sheqer, ujë dhe limon dhe vazhdojmë të bëjmë kremin e cheesecake-ut që na duhet. Krem djathi, sheqer pluhur dhe pana likuid. Unë i kam përzgjedhur me telin e dorës, mund përdorni dhe mikser, por nuk duhet të jetë e fryme. Kremi nuk duhet krem i fryrë, por duhet krem i trashëm, kremoze. Siç e shikoni në video, ja dhe konsistenca e kremit. Pasi është pjekur, edhe vendosim në të, mire për hapi, si që shikojmë në video, një recetë e thjeshtë për ta përgatitur në shtëpi, por realisht ka plot shije. Vendosim rrëqenjen e boronicës në fund, e vendosim në frigorifer të pushojmë mbi 1 orë gjysmë dhe është gati. Ju bëft mirë, like, follow Klidis Kitchen, në qoftë se ju pëlqej kjo recetë, mos harroni të na bëni follow për receta të tjera. Si që thash, premtim, do ju tregoj pasta frolën në një recetë tjetër.